Jemi rikthyer përsëri në studio shikues të dashur të televizionit First Channel, radhën e ka mysafire në studio. E sot me mua këtu është Flamor Pireva, aktivist i lëvizjes Studim Kritik edhe Veprim në Universitetin e Prishtinës. Apo jo? Po, Flamor, ditë më parë mbajtën zgjedhjet, si shkuan ato? Si pat ju si aktivist i kësaj lëvizje? ka qenë një proces i cili është shënuar me një numër të konsiderueshëm parregullësish. Mirë po, mbi gjitha, komplet këto zgjedhje u realizuan në një mënyrë, në një situatë jashtëzakonshme, si zgjedhje të parakohshme, 6 muaj pa përfundu mandati i rregullt i zgjedhjeve të kaluara, të cilat ishin parapar të zgjasin deri në fund të majit të 2015, ndërkohë që ishin zgjedhje të cilat u mbajtën edhe pa miratuar ligji i ri për universitetin, të cilin e kishte bllokuar lista sërbska në Kuvendin e Republikës të Kosovës. Përveç kësaj, vrehet shumë qartazi që gjatë ditëve të fushatës zgjedhore, të cilat ishin ditë edhe ashtu të limituara, disa nga këto organizata kishin, le të themi kështu, për një parapërgatitje për të udhëhequr me fushatën e tyre dhe me indikimet të ndryshme partijake të cilat njihen që kanë në bashkëpunim me partitë në pushtet, arritën edhe të grumbullojnë në numrin e konsiderueshëm të votave, gjë të cilat sipas këtyre rezultateve të certifikuara nga Universiteti i Prishtinës, dolën si fituese të këtyre zgjedhjeve. A ishin zgjedhje të lira këto? Piqojnë që janë zgjedhje të lira dhe demokratike, në një situatë ku studentët as nuk ishin të lirë të vendosin, për shkak se presionet dhe natyra e fushatës ishte e tillë sa që edhe numri i studentëve të cilët dolën në këto zgjedhje ishte relativisht i vogël, meqenëse se shumë nga këto organizata kishin arritur vetëm klientelën e tyre apo shoqërinë e tyre që të afrojnë për të marrur pjesë në këto zgjedhje dhe rrjedhimisht kështu shkoi gjithë procesi. E pse ky numër ka si vogël i studentëve në zgjedhje? Po tashmë organizatat studentore i kanë dhënë një karakter jo të mirë këtyre organizimeve. Shumica prej tyre tash e sa vite kanë qenë bukur shumë të kriminalizuara. Ndërkohë që ne si aktivistë së SKV-s bashkë me lëvizjen pra studentore për barazi Studim Kritik Veprim, kemi tentuar që të shpërfaqim në vazhdimsi tash e 5 vite prej se ekzistojmë të gjitha këto dukuri negative që janë në Universitetin e Prishtinës dhe rreth këtyre organizatave, mirë po megjithatë nuk kemi arritur që mjaftueshëm t'i bindim edhe studentët që të ketë një aktivizëm të zgjuarjes kështu le të themi të studentëve për të përcaktuar edhe fatin e universitetit, po edhe fatin e studentëve të universitetit. E pse s'po binden pas gjithë këtij aktivizimit juaj? Po megjithatë në këtë kohë 7 ditë sa kishte fushat, ne bashkë me disa organizata të tjera ishim të angazhuara jo vetëm të lokalizuar përbrenda problemeve të universitetit, po edhe në përgatitjet tona për të kundërshtuar 2 marrëveshje shumë të dëmshme për Republikën e Kosovës dhe shoqërisë në përgjithësi, pra rrjedhimisht për protestën e 9 janarit. Cili mendoni se është problemi kryesor në UP-s që janë të ndodhur këto gjëra të cilat po i përmendni deri tash? Universitetin e Prishtinës e ka karakterizuar kështu një gamë e gjerë problemesh të cilat kanë ardhur direkt nga partitë në pushtet, që nga rektori Enver Hasani, i pasuar me rektorin Muj Rugova, Ibrahim Gashi, nga radhët e PDK-s të cilët vinin dhe në këtë mënyrë le të themi kapet universitetin nga pushteti dhe rrjedhimisht pamundsohet autonomia e Universitetit të Prishtinës. Kjo më pas ka sjellur një mori parregullësish në emrimet e dekanëve, profesorëve të ndryshëm dhe tashmë jemi në këtë katrahur të cilën po e shohim edhe sot. Opinioni pavarur studentor i këtij zgjedhje, çfarë mendimi keni? A mendoni se këta kanë më përfaqësuar den studentin në Universitetin e Prishtinës? Fatkeqësisht jo. Kjo për shkak se kjo organizatë është mjaftueshëm e diskreditueshme
për shkak aktiviteteve të tyre në të kaluarën të cilën kanë pas. Le themi në muaj e kaluar jo shumë larg nga tash, kanë qenë organizatat të cilat kanë kundërshtuar çdo reform apo çdo nismë të rektorit apo të organizatave të tjera të cilat janë vënë në shërbim të mirës së universitetit. Para një viti e gjys, kur kishim ne një protestën e cila zgjati për më shumë se 2 javë të organizuar bashkë me shoqëri civile kundër rektorit Ibrahim Gashi, ishin këto organizata të cilat dolën në kundërshtim të protestës tonë, kështu duke protestuar përpara bibliotekës kombëtare për protestën tonë e cila ishte një kauzë e drejtë dhe plotësisht legjitime, pra për të kundërshtuar Ibrahim Gashin, i cili ishte një rektor falsifikator. A keni kandidu ju si organizat? Ose si lëvizje? Po, lëvizja jonë Studim Kritik Veprim ka kandiduar në këto zgjedhje, për shkak se edhe duke e parë që janë të kontestueshme mënyra se si organizuan ato, ne u organizuam në mënyrë që të fusim mekanizma tanë të kemi në këto organe të universitetit, në mënyrë që t'i parandalojmë këto struktura, këto organizata të cilat janë të dirigjuar direkt nga njerëz të shikut, një organizatë kriminale e njohur tash sa vite për gjithë shqiptarët që jetojnë në Republikën e Kosovës. Ju thatë se shumica organizatat cilat kanë kandidu si vjetë për me marrë parlamentin studentor, kanë qenë të udhëhequra nga partitë politike, a jeni edhe ju të udhëhequr nga një parti politike? Ne e kemi thënë vazhdimisht dhe sërish e përsërisim që një pjesë e konsiderueshme e aktivistëve të lëvizjes Studim Kritik Veprim, duke më përfshi edhe mua, jemi aktivist të lëvizjes Vetëvendosje, dhe për këtë nuk kemi pse të fshihemi, sepse ne e shohim të domosdoshëm angazhimin tonë për të bërë ndryshime të rrëndësore për brenda çdo institucioni të Republikës Kosovës, e aq më tepër të Universitetit Prishtinës, i cili është, le të themi, edhe universiteti më i rëndësishëm, po edhe më i madh ku përmban mbi 50.000 studentë. A mendoni se kjo gjë ju ka penalizuar që keni marrë kaq pak vota? Jo, me qenë se organizatat në fjalë që përmendëm, të cilët tashmë kanë konstituuar parlamentin studentor, janë organizata të lidhura direkt me individ të caktuar në Partinë Demokratike apo le të themi të shikut, të financuar nga ta. Mirë po, le të themi që financimet e tyre dhe buxhetin e tyre të cilën e kanë pasur, e kanë derdhur pikërisht që të organizohen kaq mirë e kaq mjaftueshëm për të fituar këto zgjedhje. Unë mendoj që i tërë ky organizimi i fushatës tyre duhet të kontestohet dhe rrjedhimisht duhet të kontestohen edhe rezultatet të cilat janë paraqitur nga Universiteti i Prishtinës. Cilat kishin me qenë planet dhe qëllimet e juaja nëse ju kishit me fitu parlamentin studentor? Ne kemi garuar me një program dhe jo vetëm në këto zgjedhje, po për të tretën herë që po garojmë, jemi angazhuar që parlamenti studentor dhe këshilleve të fakultetit të ja kthejmë karakterin e denjë të tyre të cilin është dashur ta kenë dhe jo kështu të kriminalizuar çfarë janë, duke synuar që parlamenti studentor të mos jetë një organ i cili angazhohet vetëm për probleme të brenda universitetit, po edhe jashtë saj, por edhe këshillet e fakultetit të cilat përveç se kur konstituohen ato nuk është se merren shumë me problemet e studentëve. Ne kemi synuar që këto mbledhje të këshilleve të jenë të rregullta, intenzive për të quar shumë procese të rëndësishme për ndërtuar një universitet më të mirë, duke nisë kështu nga rivitalizimi, le të themi, të bibliotekave, të fakulteteve ku nuk dihet ende se cili është numri i inventarit dhe ekzemplarëve të librave, të ketë një shtëpi botuese e cila merret me përkthimin e literaturës së domosdoshme për studentët, ku do të mund të angazhoheshin edhe studentët për përkthimin e punimeve të ndryshme shkencore. Mandej që ta zëm puna praktike në shumë prej fakulteteve ku është e domosdoshme që studentët krahas studimeve të tyre shkencore të bëjnë edhe punën praktike, të jetë më rregull dhe më shpesh, ta zëm në fakultetet e inxhinierisë, të cilat kishin mundur të lidhen me punimet e ndryshme brenda komunave ku realizohen ato, apo tek fakulteti i mjekësisë që të ketë më shumë qasje në
operacionet të ndryshme për brenda klinikave të cilat bën ato, të rikthehen sërish në Universitetin e Prishtinës, në lokalet e universitetit, bifet publike të cilat kanë funksionuar pak vite pas luftës dhe të cilat u privatizuan, ndërkohë që më pas u mbyllën tërësisht ato për të hapur pranë tyre kafiteri të cilat kontrolloheshin nga asistent apo studentë të cilët kishin uzurpuar këto organe të universitetit, në mënyrë që përfitimet e tyre të jenë edhe më të mëdha dhe të mbushën apetitet e tyre. Ne besojmë që këto bife do të kishin me qenë shumë të nevojshme për studentët, për shkak se edhe çmimet do duhet të ishin shumë profitabile edhe më të përshtatshme për studentët, që në mënyrë që të ushqejnë dhe të relaksohen aktivitetet e tyre. Nga cila parti politike po mendoni se këto organizata studentore po janë të udhëhequra? Opinioni pavarur studentor bashkë me Unionin e Studentëve të Kosovës dhe organizatën FER dihet mjaft qartë dhe është dëshmuar nga vetë ata që janë të lidhur direkt me partitë në pushtet, pra PDK-n, dhe financimi i tyre vjen nga njerëz si Kadri Veseli, që njihet si është njeri i shikut. Do të thotë kryesisht nga Partia Demokratike e Kosovës. Patjetër që po. Çfarë mendimi keni për rektorët Ethem Çeku dhe Bujar Dugolli? Bujar Dugolli dhe Ethem Çeku nuk i kanë shërbyer asnjëherë denjësisht universitetit. Ne mendojmë që ata kanë qenë pjesë e kësaj katrahure të universitetit e cila e ka dëmtuar dhe e ka rënuar universitetin, dhe rrëdhëmisht ne angazhohemi që të krijojmë një staf të ri akademik ku vlerësohet edhe kaluara e tyre, po edhe punimet e tyre për të parë se a janë vërtet të denjë për të udhëhequr me njësitë akademike në veçanti. A mendoni se me këtë organizatë që i fitoi zgjedhjet kena me pas një rektor të politizuar prapë në Universitetin e Prishtinës? Mendoj që për herë të parë pas shpërfaqjes kapjes universitetin nga partitë pushtet nëpërmjet aksioneve, protestave të cilave ne kemi ndërmarrë, ta zëmë aksionet e ndryshme ndaj ish rektorit Moj Rugova, më pas protestën 2 javore ndaj Ibrahim Gashit, u krijuar një vëmendje e opinionit të gjerë që tashmë të nisë të çlirohet universitetin nga kthetrat e pushtetit. Ne patëm një rektor i cili nisi një reformë të re për universitetin me një tempo që të arrit të rikthej në pikën zero, le të themi, kështu nga minusi. E keni fjalën për zotrin Zenullah? Patjetër që po. Mirë po, ky i fundit është kundërshtuar nga pikërisht nga këto organizata të dirigjuara nga partitë në pushtet, në mënyrë që të shkarkohet ai. Pas shkarkimit të tij nga anëtarët e Këshillit të Drejtues dhe pas rikthimit të tij, u kriju kështu një katrahure e cila e dërgoi universitetin në zgjedhje të parakohshme, pikërisht pra për të plotësuar apetitet e disa individëve apo klaneve të organizuara nga partia në pushtet. Pra kjo është një qasje e re indirekte e partisë në pushtet që dikur kur vepronte direkt nëpërmjet emrimeve të krerëve të universitetit, le t'i quajmë kështu, tashmë nëpërmjet parlamentit studentor, anëtarëve të senatit, të formojnë kështu edhe Këshillin Drejtues, i cili është organ që ngarkon dhe shkarkon rektorin. Sipas kësaj rrjedhe logjike dhe rrugës nga është duke shkuar tërë ky proces, ne nuk besojmë që Universiteti i Prishtinës do të përmirësohet në gjendjen e saj në cilën është dashur të jetë, dhe për këtë ne do të mundohemi që të angazhohemi edhe më tutje që të luftojmë dhe të pamundsojmë kudo që pushteti tenton që të thyej autonominë e universitetit. Po, rektori Zenullah, mendon se duhet me vazhdu punën ende edhe një mandat, apo me pas të pamundur me... Nga veprimet e tij të cilat i ka bërë nga ky një vit e gjys prej se është rektor, ne kemi mbështetur për angazhimin e tij për ta nxjerrur universitetin nga situata e cila është kriju deri më tash, dhe normalisht që ne mendojmë që ky rektor është dashur të vazhdojë punën e tij, mirë po le të shohim se çfarë do ndodhë në ditëve në vijim. Cili ka qenë aktiviteti juaj i radhës në ditëve në vazhdim?
Po, natyra e organizimit të SKV-s ka qenë në organizim të përbashkët me studentët që nëpërmjet aksioneve të ndryshme, protestave, demonstratave, të parandaloj kështu këtë krim të organizuar për brenda universitetit dhe natyrisht që këto do t'jenë disa prej metodave të cilat ne do t'i shfrytëzojmë për të parandaluar pushtetin përmena universitetit. A më ndërën se keni me arrit qëllimit? Po, ne besojmë në qytetarin aktive, ne besojmë që studentët mund të organizohen dhe mund të angazhohen. Ne tashmë kemi filluar një bashkëpunim edhe me disa organizata të tjera studentore të cilat kanë mbështetur edhe kauzat të tjera tonat dhe në këtë mënyrë ne besojmë që do t'ja dalim t'i parandalojmë këto veset këqija të universitetit. Flamur, faleminderit që ishe prezencë. Faleminderit për juve. Atëherë shikues të dashur, ne do të shkëputemi për pak dhe do të rikthehemi prapë me mysafirin e radhës. Shëndrojeni.